Hap kutit ose largohu. Kjo do t'jetë kryefjala e protestës që do të shtrihet në gjithë Shqipërinë përmes një opozitarizmi që do t'jetë kudo ku shqiptarët përballen me pushtetin e së keqes, me pabarazinë shoqërore që thellohet e me arrogancën shtetërore që theksohet, me varfërinë e papunësinë në rritje dhe me çmimet që rriten edhe më shumë, me mungesën e mbështetjes politike e njerëzore në kushtet e braktisjes paralizuese apo të nëpërkëmbjes poshtëruese nga ana e një shteti që ekziston vetëm për pushtetarët e jo për qytetarët. Për invalidët, për ndihmën ekonomike, hap kutit ose largohu nëse nuk u jep dot këtyre njerëzve të varfër atë që u takon me ligj e me Zot. Hap kutit ose largohu nëse nuk u jep lirinë e të drejtat e barabarta kushtetuese të gjithë shqiptarëve si përmarrës që punësojnë të tjerë shqiptarë që ushqejnë familjet e tyre me punë e mund dhe meritojnë të trajtohen me nderim e dinjitet nga qeveria e vendit të tyre, jo me përçmim me agresivitet nga një pushtet që ka grabitur votat për të grabitur edhe vendin. Hap kutit ose largohu. Thërriste vetë Edi Rama në 2009 dhe kjo që dëgjuat ishte një pjesë e fjalimit të tij në nëntor të atij viti.